Trajneri Blagoja Milevski ka shpallur listën e lojtarëve për ndeshjet e ardhshme kualifikuese kundër Belgjikës dhe Kazakistanit. Emri i ri në listën e Milevskit është Stefan Despotovski, ndërsa Nikola Sarafinov, Darko Velkovski dhe Lirim Qamili do të mungojnë për shkak të lëndimeve. Maqedonia përballet me Belgjikën më 6 qershor në Shkup dhe 3 ditë më vonë presim Kazakistanin në Astana. Sa i përket listës, pjesa më e madhe e saj është e njëjta me herën e fundit. Kemi një debutues, Stefan Despotovski. Fatkeqësisht nuk mund të mbështetemi te Nikola Serafimov, Darko Velkovski dhe Lirim Qamili për shkak të lëndimeve. Gjithashtu në dyshim janë Alimi, Bojan Miovski dhe Bojan Dimovski, të cilët shpresoj se do të japin më të mirën e tyre dhe se ekipi mjekësor do t'i mundësojë atyre të funksionojnë për ekipin, tha Milevski. Grumbullimi është caktuar për 29 maj, ndërsa stërvitja e parë është në stadiumin Petar Miloševski në orën 18:30. Çmimi për biletat e sfidës Maqedoni-Belgjik do të jetë nga 300 deri në 500 denar.